Gara për të parin e komunës së Prishtinës tashmë ka filluar, megjithëse jo të gjitha partitë i kanë zyrtarizuar kandidaturat. Pas PSD-s e AAK-s, me kandidatin për garen më të madhe lokale, ka dalë edhe partia që ka mbajtur pushtetin në nivel qendror, Lëvizja Vetëvendosje. Kjo parti gjatë këtij mandati në nivelin lokal pati shumicë votash në asamble. Me vota unanime, Lëvizja Vetëvendosje Qendra Prishtinë zgjodhi ministrin e detyrë të kulturës, Hajrullah Qeko, për të garuar në zgjedhjet e 12 tetorit. Ministri në detyrë i shëndetësisë, Erben Vitia, ish kandidati i VV-s për Prishtinë në një festë të partisë, ku nuk u lejuan mediat, prezantoi para bashkëpartiakëve kandidatin e ri për zgjedhjet e vjeshtës së këtij viti. Në mënyrë unanime, Qendra e Prishtinës zgjodhi të jetë kandidat për kryetar Prishtinës nga Lëvizja Vetëvendosje, Hajrullah Qeko. I pranishëm ishte edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili theksoi se me këtë kandidaturë ata zyrtarisht po fillojnë edhe fushatën parazgjedhore. Prishtina është kryeqytet, mirë po me Hajrullah Qekun do ta bëjmë një qytet i cili do të hyjë në hartën e kryeqyteteve të Evropës, në të cilën njerëzit edhe jetojnë mirë, edhe banojnë dinjitetshëm, edhe punojnë shumë, por edhe mirëpresin turist nga mbar bota, e kjo sa vije e shtohet në vendin tonë, posaçërisht në Prishtinë. Krejt në fund, lërat mesdhetare në vitin 2030 varen shumë prej asaj se çfarë do të bëjmë Prishtinë, e çfarë do të bëjmë Prishtinë do të varet nga vetëvendosja edhe Hajrullah Qeku. Me 12 tetor janë zgjedhjet, do të thotë i kemi 4 muaj minus 6 ditë, do të thotë i kemi 3 muaj e minus 6 ditë deri në fillim fushatës, e ju e dini që në çdo zgjedhje në Kosovë, para zgjedhjeve ka fushate, para fushatës ka para fushatë, e cila fillon sonte. Vetë kandidati i VV-s për Prishtinën theksoi se kjo nuk do të jetë një garë e lehtë. Uroj që kjo prezencë dhe kjo entuziazëm e vazhdu deri me 12 tetor, dhe kështu të bashkuar ta kthejmë Prishtinën në drejtimin e Lëvizjes Vetëvendosje, sepse nuk ka organizatë tjetër politike që mundet me e siguru atë për çka ka nevojë Prishtina. Janë 2 mandate të humbuna me shumë të lashe, mirë po besoj që tash ma shumë se çdo herë tjetër është koha që Lëvizja Vetëvendosje me këtë kapacitetin, sidomos integritetin dhe guximin që e ka, ta marrë drejtimin e Prishtinës. E di që do t'jetë një betejë jo e lehtë, mirë po me këtë entuziazëm që po e shoh këtu, edhe me një angazhim të gjithë mbarshëm, me një prezencë gjithë përfshirëse në gjithë territorin e komunës, gjatë gjithë këtyre 4 muaj minus 6 ditë, të gjithë së bashku, sepse kjo nuk është betejë individuale e një emri të përvetshëm, por e një organizate e cila e ka edhe projektin, e ka edhe guximin. Zgjedhja demokratike e Kosovës ende nuk e ka zyrtarizuar nëse kandidati për Prishtinën do të jetë edhe për një mandat të dytë kryetari i tanishëm përparim Rama. Por vetë Rama ka potencuar disa herë se synon edhe mandatin e dytë qeverisës. As PDK-ja ende nuk e ka zyrtarizuar kandidaturën e saj, megjithëse flitet që Uran Ismaili do t'i futet garës për herë të dytë. Nga AK-ja, kandidat për kryetar të Prishtinës do t'jetë Bek Berisha. E PSD-ja është e para që ka zyrtarizuar kandidatën Besa Shahini, ish ministrën e arsimit të Shqipërisë. Që të përfshiheni në përpjekjen tonë të përbashkët për ndryshim. E ndoqëm mësorim pra sa i përket kandidatëve